Interesante, mendoni jo që një dinamik do tjetë rreth formimit e institucione edhe për konstituimin e kuvendit. Parë këtë siguresen që mund të përdoret për të blokuar konstituimin e kuvendit në kryetari nga komuniteti serb. Nëse gjykata kushtetuese vendos që i takon listës serbe një në kryetar dhe e dim që nuk e votojnë një përfaqësues nga lista serbe, paktën deklarativisht, asnjëra nga parti shqiptare. Është edhe kjo një blokadë që mund të ndodhë? Shpresoj shumë se gjykata kushtetuese nuk do të sjell blokada, gjykata kushtetuese i zgjedh me gjetë solucione për te kalimin e krizave dhe e ka këtë mundësi gjykata kushtetuese sepse nuk është përgjigjur ende në një kërkesë të grupit parlamentar të listës serbe prej zgjedhjeve të kaluara rreth zgjedhjes së nënkryetarit. Ne kemi përvojën prej zgjedhjeve të kaluara dhe nuk mendoj që i zgjedh me qenë problem, veç se nëse gjykata kushtetuese vendos ndryshe dhe në këtë rast e kam përmend edhe te ju, po edhe në studio tjera që do të ishte një precedent shumë i keq sepse do t'ju jepte, nëse mund të them kështu, një joker partive të caktuara, jo vetëm të pakicave, por edhe shumicës, që në situata të caktuara kur nuk janë të kënaqur me rezultatet zgjedhore të shkaktojnë situata të cilat do të na çonin në zgjedhjet e parakohshme. Profesor, kur flasim për një marrëveshje politike për çështjen e presidentit, e shehni ju të domosdoshme që të zgjedhet një president megjithatë që do të ishin pak a shumë të kënaqura të gjitha subjektet politike, sepse ndaj zonjës Osmani ka kritika, siç dim, nga PDK-ja dhe nga LDK-ja, një pjesë e tyre, për anshmëri politike. Ka pas vazhdimisht kritika, mendoj që është edhe e qartë, sepse zonja Osmani është fillimisht zgjedhur si deputete në listën e lëvizjes vetëvendosje, pra është një figurë politike, partijake, një eksponent i fortë, nëse mund të them kështu, i rrethonave politike në Kosovë. Në situatën që jemi, mendoj që vendi ka nevojë për një personalitet konsensual. Jo rastisht edhe baballarët e kushtetutës sonë kanë para pa që nevojitet ma shumë se 61 votas, spaku për të qëndruar në sallën